Pra, të premten një tabor gazetarësh i drejtuan pyetje Pallukut që nuk i përgjigj asnjë pyetje, për faktin se çështja është në hetim, pra vjedhja e ndodhur e supozuar është në hetim dhe nuk mund të jepin informacione. Por problemi është që e, pse duhet ne të merremi kaq shumë me një vjedhje që ka ndodhur dhe kemi pak mundësi për ta zhbërë vjedhjen. Dhe nuk merremi kur vjedhja nuk ka ndodhur akoma, po është projektuar të ndodhi një vjedhje. Dhe ja regjia mund të japi një rast të një projektimi të vjedhjes. Projektimi i vjedhjes që është një vendim i qeverisë i dhjetorit të vitit të kaluar, po që është një vendim që jep leje që të ndërtohet një gjë që padyshim që në të gjitha gjasat po ta marrësh dhe kjo është shprehur në një farë mënyrë edhe nga komuniteti dhe nga disa portale që kanë mundur që të aksesojnë komunikimin me publikun, që është një vjedhje e projektuar. Teci Roskovecit është një vjedhje e projektuar, po para se të flasim për këtë, që do të kthehemi mbrapa edhe të themi diçka pse është një vjedhje e projektuar, le të shohim vjedhjen që ka ndodhur. Vjedhja që ka ndodhur është e Tecit lundrues tashmë që publiku e njeh deri diku, edhe meqense ka pasur një heshtje totale që nga viti kur u miratua kontrata në vitin 2022, tani ka 3 vjet edhe më shumë, që me këtë tec që tashmë është edhe në SPAK dhe njerëzit e dinë gjithë që transferimi i parave ka ndodhur në offshore. Ka ndodhur në offshore transferimi i parave i milionave me shumë pak produktivitet, nuk mund quhet produktivitet, por shumë pak prodhim energjie dhe shumë para të argjuara për këtë tec lundrues. Pra, tashmë është një bindje totale dhe kontrolli i lartë tek shteti dhe ka bërë llogaritje dhe ka thënë që domethënë me këtë çmim, me këtë kosta që del 650 euro për megawatt orë, ndërkohë kur në treg është 100 euro, është një vjedhje e pastër. Dhe po merren njerëzit me këtë, ndërkohë kur duhet ishin marrë shumë kohë përpara. Dhe realisht publiku ka bërë një reagim para se të bëjë kontrata, nga 4 prill të vitit 2022, ja është edhe në foto aty ke Teci lundrues, ka qenë një emision ke Fix Fare në 10 mars, pra gati një muaj më përpara se të bëj kontrata. Po çuditërisht asnjë koment, asnjë reagim për këtë çështje e Tecit lundrues në atë kohë. Pra u la që të ndodhi vjedhja. Kjo është thelbi edhe këtij podcasti në ditën e sotme. Meqense kishte pafund informacion nga kanalet ndryshme, jo nga vetë qeveria, dhe ndodhi vjedhja, nuk u bë asnjë debat, pra u la që të videj. Ky është problemi dhe ky është shqetësimi. U la që të vide, ja, në këtë foto, aty në fund fare është që data 10 mars, një muaj para se kontrata të bëj, është dënë aty një kritik edhe një reagim, edhe unë kam qenë pjesë e këtij reagimi në këtë emision, goxha i parë si emision, Fix Fare, dhe padyshim që ishin të gjitha mundësitë që kjo vjedhje të ndalej, ishte kaq evidente. Çështja e Tecit lundruesi do vinin nga Bangladeshi, meqense në fillim nuk u kuptua nga do vinin, po të pak edhe mund të gjej, dhe nuk ndodhi. Pra, dhe të vërsulen gazetarët që të marrin informacion se si ka ndodhur vjedhja, ndërkohë kur jemi në situatë që duhet para se vjedhja të ndodhe, kur duket që ka shenja që do vidhet. Dhe këtu jemi ke rasti një tjetër tec, ke Teci Roskoveci dhe regjia na i prapë atë vendimin e qeverisë i vitit të kaluar të dhjetorit që thotë që vendim për
ndërtim të tecit të Roskovecit, Thermoelectric Power e tjera fier. Dhe këtu tani jemi në këtë situatë që ne mund ta ndalim këtë vjedhje. Kjo vjedhje është plotësisht e mundur që të ndalet. Pse do thotë dikush pse është vjedhje? Nga e kupton ti që është vjedhje? Tani, le ta shohim në dy parametra. E para, parametri i parë është vjedhje për arsye se ndërtohet në një në zonë bujqësore me intensitet lartë, me të ardhurat mëdha të komunitetit nga bujqësia, që bujqësia është ide kryesore e ekonomisë shqiptare. Dhe dëmi është permanent për arsye se ky tec që është në vendimin e qeverisë do të djegi fosile aty për 49 vjet të ardhshme. Pra është një shpopullim i asaj zone, mund të themi, edhe pse është nga zonat më vitale, më pjellore të Shqipërisë, nga pikpamja e produktivitetit madh që ka në sektorin e bujqësisë aty, dhe që do shkatërrohet pikërisht nga ky tec. Nga ana tjetër është vjedhje e projektuar edhe për një arsye tjetër, se për shkak të këtij vendimi, Ministria e Energjisë, pas ka nënshkruar një kontratë në janar të këtij viti që publiku nuk e di, ky është një informacion që është dhënë nga ere në momentin që bëri një diskutim për këtë çështje, një diskutim të mbyllur, po që ishin prezent edhe shoqëria civile, edhe unë kam qenë prezent në atë takim, ku u tha që është nënshkruar kontrata. Që të nënshkruhet kontrata do të thotë që në një moment caktuar kjo kompanie greke bashkë me kompaninë shqiptare Generdyshi mund të kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar, meqense ka një kontratë të shkruar, mund të kërkojnë një shumë maramëndse parash që janë parat e taksapaguesve shqiptar. Dhe kjo nuk është ndonjë çudi e madhe, ka ndodhur edhe në plot projekte të tjera. Pra, unë e konsideroj këtë një vjedhje të projektuar. A mund të ndalet? Po, mund të ndalet. Padyshim që mund të ndalet. Ndalja është që në rastin më normal është që qeveria të heqë dorë nga ky vendim, pra ta zhbëj këtë vendim të vitit të kaluar, të 18 vjetorit vit kaluar, që jep leje ndërtimi për tecin e Roskovecit. Ndërkohë, ka avantazhe, s'mund t'i quajmë avantazhe, po ka argumenta që e justifikon zhbërjen e këtij vendimi nga qeveria sa kohë ere nuk e ka dhënë lejen për prodhim energjie, ka bërë një pezullim të lejes energjisë, nuk ka një leje nga bazeni i Semanit, nuk ekziston një leje e tillë dhe nuk ka një kërkesë madje nga kompania për të marrë leje për bazenin që duhet sasi jashtëzakonisht e madhe uji për të ftohur turbinët e kështu me radhë. Është një arsye tjetër që i jep mundësi qeverisë që ta zhbëj këtë vendim që padyshim nëse nuk bëhet ky hap, atëherë kjo vjedhje do të ndodhi. Nga ana tjetër, një faktor tjetër që favorizon qeverinë që të shpëtojë nga kjo vjedhje e projektuar, e paramenduar, do ta quaja unë, dikush mund të thotë si ka mundësi që si guxon që ta quash vjedhje, ky është thjesht një vendim qeverie, për sapo i solla dy argumenta që njëra që është një vjedhje e ngadalshme në një kohë të caktuar nga njerëzit që jetojnë në këtë territor, dhe padyshim edhe fakti i dokumentave që nuk e justifikojnë këtë sipërmarrje. Nga ana tjetër është dhe leja mjedisore, që është e lidhur me të parën, pra me dëmin që shkakton, që ka skaduar si afat. Afati është 2 vjeçar dhe në 2023, pikërisht në nëntor 2023, që është lëshuar kjo deklarata mjedisore, tashmë jemi në nëntor 2025 dhe ka skaduar dhe leja mjedisore. Të gjitha këto, ne po përpiqemi në këtë podcast ta ndihmojmë qeverinë, pra
ta ndihmojnë qeverinë që mos të ketë të tjera arrestime më vonë, të tjera arrestime për tecin Roscovesit, ndërkohë kur kemi dhe shembuj konkret, do të thënë se si procedohet tani me faktin që teci lundrues për shembull që nuk që kjo vëmendje kur duhet të ishte, është në SPAK bashkë me çështje tjera, dhe ku duhet të penalizohen njerëz dhe të penalizohet dhe shoqëria me vjedhjen që ka ndodhur. Pra, thirrja është për qeverinë që të zhboj vendimin e 18 dhjetorit të vitit 2024 që jep mundësi kompanisë greke, greko-shqiptare, që të ndërtoj një tec në Roskovec në zemrën e bujqësisë shqiptare. Kaq për sot.